Valbon Limani od Aliansa za Albancите na Taravari, koja настапува во рамки на НАИ во која Ейдуи ќе се соочи со поранешниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејда, кој 20 години беше водечка фигура на ДУИ во Гостивар, а сега е поддржан од Влен. Sonte dorëzuam kandidaturën time për kryetar komunet Gostivarit në kuadër të koalicionit Alianca Kombëtare për Integrim. Mesazhi jonë është që urojmë që të ketë zgjedhje fair, demokratike, gjithçka të kalon në rregull dhe shpresoj që këtë herë më në Gostivar do të kemi një kryetar të përzgjedhur. Presim fitore gjithsesi, do të shohim me çfarë rezultati, varësisht prej jehonës apo daljes së votuesve, ne presim rezultat ndoshta edhe më të mirë, gjithë së bashku kështu kompakt, besoj që më 11 janar do të dalim dhe gjithë së bashku do ta festojmë fitore. Невзат Бејда при предавањето на кандидатурата беше пречекан од поранешни директор и министерот за здравство. Тој, благодарејќи им на лидерите на Влен, рече дека целта е работа за доброто на градот, кој според него во последните 8 години е уништен. Unë jam shumë mirënjohës nga gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit. Pa dallim se kuj partije politike i takojnë, pa dallim kuj nacionalitetit i takojnë, që na japin mbështetjen për të mirën e qytetit të Gostivarit. Po ashtu, një falemnderim të madh liderëve të Vlenit për mbështetjen që ma japin për të mirën e qytetit të Gostivarit, për shkak se për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që ma japin liderët e Vlenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Алијанса за албанците, крилото на Зијадин Села, кој неодамна се повлече од НАИ, најверојатно нема да има кандидат во Гостивар, но ќе има во Vrapçishte. Sipas gjithë gjaseve, në një nga këto komuna, neve do të garojmë me kandidatë tonin. Gjasat janë më të mëdhaja që të garohet në komunën e Vrapçishtës. Në komunën e Vrapçishtës. Keni emrin e kandidatët? Do të informoheni deri nesër janë afatet dhe ne do të shohim. Gostivar të përfundojnë një kandidaturat të cilët janë akoma s'kan përfunduar, apo? Dhe pastaj do të ketë qëndrim. ТВ21 дознава дека Зулхајрат Демири Зули ќе биде независен кандидат за градоначалник на општина Vrapçishte, но ќе има поддршката на Алијанса на села. Тој моментално е председател на огранокот на Алијанса на села во Vrapçishte, а порано бил директор на јавното предпријатие Железници и транспорт.